Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën për shtyp nga Selia Blu përsëriti akuzat për vjedhjen e votave më 11 maj, si edhe përfshirjen e bandave të cilët sipas liderit demokrat përkrahen fuqishëm socialistët. E për ta mbështetur këtë deklaratë të tij, Berisha paraqiti sot një dokument i cili tregonte votat e kandidates së socialistëve në Elbasan, Sara Mila. Në proces verbalin e nxjerr nga Berisha shihen votat që Mila ka marrë në qendrën e votimit në burgun e Elbasanit. Ajo rezulton kandidatja më e votuar me 92 vota, ndërkohë shumica e kandidatëve kanë marrë thuajse 0 vota. A mund ta imagjinoni ju, nga 102 vota të vlefshme, e adhuruara pafundësisht Sara Mila merr 92 vota, sepse burgun e kontrollojnë totalisht ata që kontrollojnë Ulësiun dhe Ulësiun e kontrollojnë vetëm bandat. Shikojeni, princesha e burgut, Sara Mila, çfarë ti themi? Ja pra këto ishin zgjedhjet farsa, urdhroni princesha e burgut. Siç e shihni në çdo aspekt, farsa nga alfa tek omega, procesi ishte fars dhe vetëm fars, theksoi sërish edhe sot Berisha. Ky i fundit paraqiti edhe një tjetër video, për të cilën pretendon se i përket fenomenit ashtu quajtur treni bullgar. Berisha del çdo ditë në konferencë shtypi në mesditë nga Selia Blu dhe nxjerr nga një video, të cilat ai i cilëson si dëshmi të qarta për kauzën e tij, farsën elektorale të 11 majit.